gruaja ka mundësi, fëmijët kanë mundësi, baba i shtëpisë ka mundësi. A me prej tash veç një kurban, a me prej secili për vete. A din qysh o musliman? Kurbanin Allahu Azza wa Jall shpesh e ka krahazu me salah, me namazin. Por çka ka thonë Allahu Azza wa Jall, fasalli, falo, li rabbik, por Allahun tan, wanhar, edhe prej kurban. Ajeti tjetër ka thonë Allahu Azza wa Jall, qul inna salati, thuaj salati, namazi jam, wa nusuki, edhe kurbani jam. Do me thonë, salah edhe kurbani. Po du me thonë që salah e ban për veti, kurbanin e ban për veti. Në qofë se baba e pret për veti, është hajër për ta. Në qofë se gruja ka mundësi e pret, është hajër për ta. Në qofë se qika ose djali kanë mundësi edhe presin se cili për veti, është hajër. Gjithsesi që është hajër. Po edhe në qofë se i bashkojnë paret, e ja japin krejt babës, e baba e blen një kurban, edhe i shtin sevap e krejt antarët e familjes, edhe kjo është hajër. Do me thonë, cilën të bani, është hajër me leja në Allahut Azza wa Jall. Do me thonë, është sikur lloj sadakaje, bile sadakaja me mirë e parëv, është kur e prejnë kurbanin. Shkurt, në qofë se ti si motër jona, nane jona, i ke grumbullu do pare, edhe ki mundësi me prej kurban, prej e kurbanin me leja në Allahut Azza wa Jall, është hajër për ty. Edhe fundit, në qofë se vetëm një kurban e prejnë baba, edhe e lutë Allahun Azza wa Jall që në shpërblim me shti krejt antarët e familjes, është në rregull, edhe kjo është shumë e mirë me lejen e Allahut Azza wa Jall, edhe nuk pakson prej shpërblimit tina kurgja, po edhe shpërblimi i antarëve të familjes është i plotë sikurse kanë prej kurban me lejen e Allahut Azza wa Jall. Po besoj që është e qartë, nëse keni mundësi, prejni kurban me lejen e Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall u aletsoft edhe ju pranoft.